Dosjet përfundimtare për rastin gjyqësor ndaj shkrevëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës është dorëzuar në gjykatën speciale të Hagës. Dosjet përkatëse do t'i paraqiten trupit gjykues nga prokuroria përfaqësuesi viktimave dhe ekipet mbrojtës të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqit. Pas dorëzimit të këtyre dosjeve, procesi hyn në një fazë të fjalëve përfundimtare, të cilët pritet të zhvillohen nga data 9 deri në 18 shkurt. Me përfundimin e kësaj faze, procesi gjyqësor konsiderohet zyrtarisht i mbyllur. I shkrerët të UÇK-s ndodhen në paraburgim që nga nëntori vitit 2020, pa mundësi lirimi nga paraburgimi deri në këtë fazë të procedurës. Pas përfundimit të fjalëve përfundimtare, gjykatësi do të kenë një afat prej 3 muajsh për shpallje në akt gjykimit të shkallës së parë, me mundësi shtyrje edhe për 2 muaj të tjerë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi në nëntor të vitit 2020 u arrestuan pas konfirmimit të akt akuzës dhe lëshimit të fletë arresteve nga një gjykatës. Prokuroria pretendon se të akuzuarit mbajnë përgjegjësi individuale për rrëmbimin, keqtrajtimin dhe vrasjen e civilëve dhe personave që nuk merrnin pjesë në luftime. Gjatë kësaj faze, prokuroria i ka dorëzuar mbrojtjes mirafaqe prova. Mbrojtja ka zhvilluar hetimet e veta dhe ka ngritur kundërshtime ligjore ndaj aktakuzës dhe jurisdiksionit të gjykatës. Ndërkohë, viktimat kanë aplikuar për të marrë pjesë në proces, ku aktualisht marrin pjesë 155 viktima. Midis prillit të vitit 2023 dhe prillit të vitit 2025, prokuroria ka thirrur 125 dëshmitar, ndërsa nga shtatori deri në nëntor 2025, ekipet e mbrojtjes kanë thirrur 7 dëshmitar. Secila palë ka patur mundësi të bëjë pyetje dhe të kundërshtojë dëshminë e dëshmitarëve të palës tjetër. Sipas ligjit, një i akuzuar mund të mbahet në paraburgim vetëm nëse gjykatësi konstaton ekzistencën e rreziqeve që arsytojnë atë. Deri më tani, sa më shumë se 25 rishikime të paraburgimit, gjykatësit kanë vlerësuar se Thaçi dhe të bashkë akuzuarit e tjerë paraqesin rrezik për kryerjen e veprave të tjera penale, konkretisht ndaj personave që kanë dhënë ose pritet të japin dëshmi para dhomave të specializuara. Gjykatësit kanë theksuar gjithashtu se paraburgimi synon parandalimin e rrezikut të hakmarrjes ndaj dëshmitarëve apo përpjekjeve për të nxitur ata të tërheqin dëshmitë e tyre. Vlerësimi i nevojës për vazhdimin e paraburgimit bëhet çdo 2 muaj. Sa i përket parimit të procesit publik, nga 134 dëshmitarë që kanë dhënë dëshmi në sallën e gjyqit gjatë gjykimit, 61 kanë dëshmuar pas një masë mbrojtëse. Kjo pavarësisht kritikave të shumta lidhur me nivelin e transparencës së procesit.